Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Kam ardhur me frikë ju përgjigje Rama me ironi të moralizotit të Partisë Demokratike, i cili pak ditë më parë tha se kryeministrin kam qef të hatë gjallë. Kryeministri Edi Rama mbylli fushatën elektorale në Librazhd. Kryeministri Edi Rama mbylli fushatën elektorale në Librazhd. Në takimin me qytetarët, ai ironizoi të moralizotin, i cili pak ditë më parë deklaroi se kryeministrin kam qef të hatë gjallë. Kam ardhur me frikë, tha Rama me ironi. Kam ardhur me shumë frikë sot. Kam ardhur me shumë frikë edhe gati isha duke u kthy mbrapsh se ka dalë njëri kënej që do na hajt gjallë. Edhe thash mirë po nuk e shoh gjëkundja dhe. Ky është i moment jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është e domosdoshme që ne të bëjmë gjitha përpjekjet që çdo shqiptar, çdo shqiptare, çdo prind, çdo gjysh, çdo djalë, vajzë, çdo kush që ka të drejtën e votës, edhe pse akoma mund të jetë ngurrus, edhe pse mund të jetë krejt në anën tjetër, të bindet që në 11 maj duhet të bashkohet, sepse tani më shumica e shqiptarëve e din shumë mirë se çfarë do të bëjnë në 11 maj, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që vendi po shkon drejtim në dur, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që ekonomia po përmirësohet vijimësisht dhe do të jetë ende më mirë në vitet në vijim, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që e gjitha kjo ka ardhur nga mbështetja për Partinë Socialiste dhe të gjitha ato që presim dhe që duam do të vinë duke u mbështetur tek njëri tjetri me Partinë Socialiste. Rama përsëri u bëri thirrje shqiptarëve në Greqi që të votojnë pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompaninë DHL. Në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 90% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit, hapeni zarfin, vini shënimin tek numri 5 dhe dërgoni mbrapa. Dërgoni mbrapa për 11 majin e Shqipërisë Evropiane. Nënkryetari i Partisë Demokratike OERT, Bylluk Bashi, para gazetarëve ka denoncuar se 466.000 shtetas shqiptar rrezikojnë të humbasin të drejtën e votës. Nënkryetari i Partisë Demokratike OERT, Bylluk Bashi, në deklaratën e sotme para gazetarëve foli për një situatë shqetësuese, që sipas tij rrezikon të cënojë të drejtën kushtetuese të votës për qindra mijëra qytetar. 466.000 shtetas shqiptar që jetojnë brenda vendit nuk posedojnë dokument identiteti të vlefshëm, gjë që i përjashton praktikisht nga procesi zgjedhor, tha ai. Ai akuzoi qeverinë për diskriminim, duke theksuar se vlefshmëria e dokumenteve është zgjatur vetëm për emigrantët, ndërsa qytetarët që jetojnë në Shqipëri janë lënë jashtë këtij vendimi. Sot janë 466.000 shtetas me drejt vote të cilët nuk kanë një dokument të vlefshëm identiteti, as letër njoftim, as pasaport. Qeveria shqiptare zgjati vlefshmërinë vetëm për zgjedhësit që jetojnë jashtë Shqipërisë, duke diskriminuar ata që janë në Shqipëri. Ky diskriminim është antikushtetues dhe rrezikon të drejtën e votës të këtyre 466.000 shtetasve që banojnë në Shqipëri dhe 11 maj duan të votojnë të shprehin të drejtën e tyre kushtetuese. I kërkojmë qeverisë që pa vonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. I kërkojmë Komisionit Qendror Zgjedhjeve si organi suprem në mbarvajtjen e zgjedhjeve që ta kërkojë këtë me forcë në pranë qeverisë në mënyrë që këta shtetas kenë mundësinë që të votojnë. Gjithashtu të rreqim vëmendjen e mekanizmave ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve, siç është OSBE-ODIRI, OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe çdo institucion tjetër ndërkombëtar që ta vënë në dukje këtë shkelje të drejtave shqiptarëve.
Kjo zgjidhje bëhet tani, me njëherë në mënyrë që më 11 maj të gjithë shtetet shqiptarë të kenë drejtën të shprehen për ndryshimin, për të ndryshuar këtë regjim autokratik. Kryekomisioneri për zgjedhje Celibashi para gazetarëve foli për problemet me zarfet, me fletët e votimit për 11 majin me diasporën, sidomos me Greqinë. Partia Demokratike ka denoncuar shpeshherë parregullsitë. Celibashi në konferencën e sotme me gazetarët tha se aktualisht janë 115 materiale kallëzuese të referuara në SPAK, të cilat vijnë nga burime të ndryshme si partitë politike, denoncimet online apo qytetarët. Në këtë konferencë ai u përgjigj edhe akuzave të Partisë Demokratike për parregullsi në procesin e votimit të emigrantëve në Greqi. Sipas tij, janë 144.000 votues që e kanë sjell fletën e votimit nga diaspora. Numrat tregojnë që sistemi ka funksionuar, po flasim për një sistem që është përgatitur për një kohë të shkurtër, tha ai. Por Partia Demokratike ka shprehur shqetësimin se shumë qytetarë nuk kanë mundur të marrin zarfin me fletët e votimit në adresën e tyre apo në zyrat postare, dhe disa herë persona të pa autorizuar kanë tërhequr zarfe në emër të tjerëve, duke i cilësuar këta individ si të lidhur me Partinë Socialiste. Në SPAK janë 115 materiale kallëzuese, këto nga subjektet zgjedhore, referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Dhe në total janë të regjistruara 35 procedime penale nga SPAK. Nga këto 35 procedime penale, 8 janë të regjistruara kryesisht nga vetë SPAK. Për sa i përket të dhënave të marra nga prokuroria e përgjithshme, janë 32 kallëzime për vepra penale në fushën e zgjedhjeve, në prokuroritë të ndryshme, 3 në prokuroritë e Tiranës, 4 në prokurorinë e Elbasanit, 3 në prokurorinë e Sarandës, 2 në prokurorinë e Durrësit, 3 në prokurorinë e Kukësit, 2 në prokurorinë e Gjirokastrës, 5 në prokurorinë e Fierit, 1 në prokurorinë e Korçës, 5 në prokurorinë e Dibrës, 2 në prokurorinë e Vlorës dhe 2 në prokurorinë e Shërbimi DD-s. Ta 11.000 votues nuk kanë mundur t'i gjejë, nuk kanë mundur t'i kontaktojë. Dhe do të thotë që këto 11.000 zarfa janë në zyrat e tyre, për këta 11.000 të cilët ne e kemi pak a shumë. Celibashi theksoi se çdo institucion po ndjek me vëmendje parregullsitë për krime zgjedhore. Nga Prokuroria e Përgjithshme janë regjistruar 32 kallëzime penale në prokurori të ndryshme të vendit. Zgjedhjet rëndojnë kursin e këmbimit valutar. Euro shkon drejt 98 lekëve, kurse dollari ndodhet në nivelin më të ulët në 17 vjet. Euro e ka nisur muajin maj në rënje dhe ka arritur nivelet më të ulta të këtij viti në kursin me lekun. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, monedha evropiane u këmbye sot me 98.2 lek. Këto vlera të kursit ishin shënuar për herë të fundit në muajin janar të këtij viti, ndërkohë që raportet mes euros dhe lekut po i afrohen përsëri niveleve më të ulta historike që ishin regjistruar në fund të vitit 2024. Sipas agjentëve të këmbimit valutar, një rënje e euros në këto nivele me fillimin e sezonit veror ishte e pritshme. Sipas tyre, kjo rënje i detyrohet një rritje të ofertës valutare në treg, kryesisht për 2 arsye. Së pari, fundjava e gjatë ka sjell fluks të shtuar turistësh nga Kosova e Maqedonia e Veriut, duke sjell më shumë valutë. Së dyti, historikisht me afrimin e ditës së zgjedhjeve, ka një zhvlerësim të monedhës së përbashkët që mund të lidhet me përdorimin e eurove në fushat. Edhe vitin e kaluar, kursi u karakterizua nga një tendencë mbi çmimit të euros ndaj lekut, që u kufizua vetëm pas ndërhyrjeve të paprecedenta të Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë bleu afërsisht 933 milion euro në tregun e brendshëm valutar në 2024, duke arritur vlerat më të larta historike. Sasia e valutës së bler është rritur me 249% krahasuar me një vit më parë. Me rënjen e inflacionit poshtë objektivit prej 3%, Banka e Shqipërisë ndërhyri në tregun valutar për të mos lejuar mbiçmimin e mëtejshëm të monedhës vendase. Pavarësisht ndërhyrjeve, kursi mesatar i këmbimit euro-lek vitin e kaluar pësoi një rënje me 7.4%, krahasuar me vitin 2023. Gjatë muajit nëntor 2024, kursi i euros regjistroi edhe nivelin më të ulët historik në vlerën e 98.11 lekëve, ndërsa e mbylli vitin 2024 shumë afër kësaj vlere.
Paralelisht, leku është forcuar edhe ndaj valutave të tjera kryesore. Dollari amerikan ka zbritur në nivelin e 86.6 lekëve dhe ka prekur nivelin më të ulët në 17 vitet e fundit. Rënja e dollarit në muajt e fundit reflekton kryesisht ecurinë e kësaj monedhe ndaj euros, si pasojë e tarifave të vendosura nga administrata e Donald Trump. Në Prizren ka ndodhur një krim i rënd brenda familjes. Babai vret me thik vajzën 15 vjeçe dhe plagos vajzën tjetër 11 vjeçe. Arrestohet nga policia. Një krim i rënd në familje ka ndodhur në Prizren të Kosovës, ku babai ka vrarë me thik vajzën e tij 15 vjeçe dhe ka plagosur vajzën tjetër 11 vjeçe në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë. Lajmi është konfirmuar nga autoritetet policore që bëjnë me dije se autori është Mehmet Gorenç, shtetas turk, i cili dyshohet se me mjetën pret thik ka sulmuar 2 vajzat e tij të mitura dhe gruan e tij. Sot më datë 06/05/2025, rreth orës 5:57, policia përmes telefonit ka marrë informatën se në rrugën Shote Galica në Prizren ndodhet një person i lënduar dhe se emergjenca mjekësore nuk po mund t'i jap ndihmë, nga që një i dyshuar ndodhet me thik në dorë. Në atë drejtim janë nisur 4 patrulla policore. Në vendngjarje është kuptuar se një i dyshuar, MG viti i lindjes 1981 mashkull, ka therrur me thik 2 vajzat e tij, njëra 15 vjeçare e cila ka mbetur e vdekur në vend të ngjarjes dhe tjetra e lënduar rënd e cila për momentin në gjendje të rënd ndodhet në QKUK në Prishtinë, theksoi zëdhënësi policisë në Kosovë. Autori tashmë është arrestuar, ndërsa zëdhënësi policisë tha se autori ka psuar lëndime, që dyshohet se i ka shkaktuar vetes pas kryerjes së aktit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.